të konferencë të radhës të paraparë për orën 19:30. Së Kosovës, të nderuar përfaqësues të medjave, ju njoftojmë se duke u mbështetur në informacionet e komisioneve komunale të zgjedhjeve, procesi i votimit ka përfunduar në orën 19. Nga komunikimet dhe raportimet që kemi pranuar gjatë ditës nga tereni, vlerësojmë se procesi zgjedhor në Kosovë është zhvilluar në mënyrë të qetë, të rregullt dhe në përputhje me kërkesat ligjore. Deri në këtë kohë që flasim, nuk janë evidentuar incidentet të cilat do të mund të cenonin integritetin, besueshmërinë apo mbarvajtjen e përgjithshme të procesit. Gjatë ditës janë evidentuar disa probleme të natyrës teknike, por ato janë adresuar me efikasitet përmes ndërhyrjes së shpejtë nën koordinimin e drejtpërdrejtë të KQZ-s, duke mundësuar vijimin e votimit pa ndërprerje në funksionimin e qendrave të votimit. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, falenderojmë institucionet të ndryshme për angazhimin e tyre në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi pranuar nga rreth 95% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 19 është 791.123 votues, apo 39.07% nga 2.025.105 votues. Deri në mbyllje të vendvotimeve, në zgjedhjet lokale të vitit 2021, sipas të dhënave preliminare, nga 95% të vendvotimeve kishin votuar 770.171 votues, apo 43% e votuesve nga 1.885.428 votues. Aktualisht, në shumë prej vendvotimeve ka filluar numërimi i fletvotimeve. Ky është një hap kyç në përmbylljen e ditës së zgjedhjeve dhe zhvillohet sipas procedurave të përcaktuara me ligj dhe rregullore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Procesi i numërimit do të zhvillohet në 2 etapa. Fillimisht do të numërohen votat për kandidatët në zgjedhjet për kryetar të komunave, ndërsa pas përfundimit të kësaj faze do të vazhdohet me numërimin e votave për subjektet politike që garuan në zgjedhjet për kuvendet komunale. U bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe pa anshmëri, duke respektuar në pikmëri të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore, në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. Për fund, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve informon se nga ora 19 ka filluar afati 48 orësh për paraqitje të ankesave në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, lidhur me procesin e votimit të sotëm. Nëse ka ndonjë pyetje nga mediat? Nëse nuk ka, atëherë me kaq. Mos marrim një përgjigje më konkrete për çështjen e adresave, për ndryshimin e adresave edhe brenda qyteteve edhe nga qyteti në qytet? Po, ne e kemi bërë një komunikim më herët për media dhe kemi sqaruar situatën lidhur me adresat. I keni fjalën për votimin jashtë vendit apo brenda vendit, që ndryshimet e vendvotimeve. Do të thotë sistemi kësaj radhe i përcaktimit të vendvotimeve ka qenë përmes adresave të cilët i kanë paraqitur qytetarët. Ose përmes e-Kosova, ose nëse në ndonjë mënyrë tjetër që kanë regjistruar adresat në Agjencionin për Regjistrimin Civil. Dhe në bazë të adresave edhe qytetarët janë vendosur për të votuar në qendrën e votimit më të afërt të cilën vetë kanë përcaktuar. E kemi vërejtë edhe ne që ka pas disa ndryshime të mëdha edhe që shumë persona janë vendosur në disa vende të cilat nuk kanë votuar më parë, por kjo nuk ka qenë për shkak se ne kemi bërë këtë, por për shkak të sistemit të adresave, i cili sistem është përdorur për herë të parë në përcaktimin e listës votuese dhe qendrave të votimit. Dikush diçka tjetër? Ishim drejt për drejt me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me konferencën e paraparë për orën 19:30, nderuar teleshikues.